Deputeti i zgjedhur Albin Kurti doli në ecje të shpejtë nga kuvendi pas dështimit të vetëvendosjes për ta zgjedhur kryetare të kuvendit deputeten Albulena Haxhiu. Me të dalë nga ndërtesa e kuvendit, deputeti Kurti u pa i rrethuar me truproja, të cilat i gëzon në kuadër të funksionit të kryeministrit në detyrë shkrua nacionale. Por apo zbatohen masat e tepërta për mbrojtjen e tij kur dihet të bënte vetëm disa hapa deri te ndërtesa e qeverisë. Para gazetarëve, Kurti u përcoll nga disa truproja të mbrojtjes së afërt. Njëri antar i ekipit të sigurisë kishte në dorë një mburojë të palodhshme antiplumb, ndërsa një tjetër mbante një çadër të zezë. Çadra mund të përdoret kundër shiut, por me gjas, edhe në rast të ndonjë sulmi, shkrua nacionale me vezë ndaj deputetit të zgjedhur, duke marrë parasysh se Kurti e kishte përdorur këtë metodë ndaj kundërshtarëve politik në të kaluarën. Siguria po paranoi, mbyll postimin e saj nacionale. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, tha se do të bëjnë padi penale ndaj kryeministrit në detyrë Albin Kurti, pasi që sipas tij është duke ushtruar funksionin edhe të deputetit edhe të kryeministrit, nëse gjatë këtyre 2 ditëve nuk ka pasur marrëveshje politike, edhe kjo seancë do të jetë e kotë. Partia e parë e ka detyrim demokratik të gjejë kompromis me partitë që kanë ofruar gatishmëri për kompromis. Në qoftë se nuk ka marrëveshje politike për kryeparlamentarin, do të jetë seancë si çdo seancë tjetër. Ne si LDK ndajmë pikpamjet krejt ndryshe prej partisë së parë, edhe për sa i përket politikave publike në vend dhe sa i përket qasjes. Është edhe më e çuditshme se si një ditë bëjnë postime se si partitë shqiptare janë bërë bashkë me listën serbe, e të nesërmen akuzojnë se ju është errësuar mendja e pas nesër kërkojnë kompromis. Deputeti Kurti, me qenë se shkon në qeveri, do të ketë padi penale për këtë gjë. Do ta bëjmë sepse një njeri që jep betimin për deputet është deputet, nuk mund të jetë edhe deputet edhe ushtrues detyre një pozicioni tjetër, tha ndër të tjera Abdigjiku.